Avokat ka zëra që të vini ka kërkua azil ndoshta thot në Zvicër dhe nuk është pranuar. A ke dieni dhe nëse mund të jetë vërtet? A ka gisht Ahmeta? Ha, pa qa lidhe ka bo. Rama nuk mund të kërkoj kur azil në Zvicër sepse do përfundoj vdekur me të parë. Pse? Do e vrasin shqiptarët e Zvicrës. Ti mendon se të gjithë shqiptarët e Zvicrës mendon njësoj kështu peqelepe? Ku ke gjithë siguri që thuaj që do e vrasin shqiptarët e Zvicrës? Po sepse nuk mund të arratiset për të fshehur Zvicrën, sepse do thotë ka bërë krime dhe u arratis apo jo. Po. Në momentin që ai ka bërë këtë arratis, krime, kur themi krime, pse po që arratis? ka korrupsion. Po pse po arratis? Po korrupsion ka bëllë Amedhe që ka shkuar atje. Po pse Ameta ku? Ose të tjerë. Ameta ku ndodhet në Zvicër? Midis Zvicrës se Ameta është rezervën e peshk të madh. Kush është peshku madh i Ramës? Merci? Kush thot? Kje pra diçka që ka të bëjë me peshkun e madh. Rama është peshku i madh, Ameta është peshku vogël. Kur Ameta kërkon azil politik ka përballë Ramën e madh. Kurse Rama kë ka sipër që të kërkojë azil, të ruhet nga kush? Ky është mendimi. Nuk ka shanse të arratisë Zvicrë, ai mund të rezistojë. E bukur kjo pyetja. Pyeti çik avokatin, thot, a mendon se ka shenja të një krijimi, pyetja mos mik, të një krijimi të një partie të financuar nga Soros aty brenda protestës? Më fali sekond, cila parti nuk është e financuar nga Soros? Atletik Klapaj apo Arlind Qoft? Jo, a rrezikon që të krijohet një parti tjetër aty brenda se protestë? Ishin dy u bën tre. Por sa dush ekziston? Po kush ta votosh? Mos e voto. Shë thjesht, protesta nuk prodhon një parti, ta harrojnë gjithë. Ka prodhuar disa parti. A e protesta aty? Po s'ke shanse, nuk e bën dot një parti aty. Pse? Sepse ndan njerëz në pikpamje ideologjike në ke partia që ndetura. Po ne aq sa njerëz kena mbetë në Shqipëri, do krijohen sa parti mund të krijohen aty ka protestë për shkak? 3-4. 3-4. Secila nga këto do krijojë atë elektoratin e vet, njerëz e vet që do ndjekin. Po, me thon drejtën. Po e kemi ne aq njerëz që me thon drejtën, nuk është puna kemi njerëz për të bërë kaq shumë parti. Jo, në kuptimin që pyetja çfarë përfaqësojnë partitë, kjo është sekret. Po, them që të jenë përfaqësuar njerëzit. Po pra, çfarë përfaqësojnë partitë? Nëse një parti ka një program që përputhet me interesat e njerëzve, atë do të mbështesë. Apo. A jemi ne në këtë fazë të ke protestë për të krijuar këtë parti? Unë mendoj që në këtë moment janë parti gati. Janë parti të sapo themeluara, apo parti që kanë bërë disa modifikime. Po në thelb janë disa parti aty në protestë, Arlindi, Tiku, Goni. Të tjera të reja që e sheti që po krijohet një parti është gati për të krijuar. Pash një përpjekje të Grida Dumës me Top Channelin, që dështoi, që mori një parti, që mori një vajzë me Shami, dhe shpallën si themeluese partisë Shqipëria e Re. E mbajtën nëpër emisione çdo javë. Se kam ndjekë, ha? Okej, kam ndjekur. Ishte avokat. Po dëgjoj. Po mendoja faktin që ne kemi të bëjmë me një histori të Spanjës, që unë e lidh tash ngushtë me pyetjen e parë, me këtë pyetjen e dytë. Ka pak çështjen e këtyre migrantëve që u futën në si kishte emrin Cerota. Ceuta. Po. Ceut, po. Ceut. Ka për rastin e varrimit që u bë të disa egjiptianëve në Tiranë. U vran 2 egjiptianë me patenta të parregullta. Po, tek aksidenti që ndodhi tek rreth rrotullimit. Të cilët i morën shpejt letrat me rroga më të ulta se shqiptarët, me sa kuptova unë, të cilët nuk njihshin rrugët. Lidhe këtë pak me atë ngjarjen e vjedhjes që kishin bërë dje në Tiranë, 21 bangladeshas dhe një indian duket, që kishin vjedhur me motorin Zori Joqeja sot, dhe lidhe pak edhe me këtë situatën e refugjatëve që ne gjejmë për ditë në Tiranë. Ka do që ta marrësh të dy rastet, ka një gjë të përbashkët. Janë simptomat e një realiteti. Rasti i Spanjës
është ulëritës jo për numrin e njerëzve që hyjnë, po si kujtoj Europës këta që kanë si kanë hyrë. Dhe atyre kujtojnë shqiptarët të thënjishin. Po shqiptarët u integruan me njëherë në Europë. Sepse ne jemi europian. Ne nuk i prishim kulturën e tyre, nuk bëm multikulturalizëm, nuk hapëm kolonitë e kulturës shqiptare në vendet e tyre. Përkundër ne u bëm një buqet lulesh. Kurse këto kultura erdhën dhe shkatruan Europën. Në rastin ton, ne kemi shkatruar vetë gjithë kulturën tonë. Ata do të gjejnë shkretëtir kur të vinë. Mendoj pak kur të vinë. Tani Grida Duma me partinë që do krijonte kjo vajza që e kam promovuar Grida prej disa ditësh. Zori një vajzë me Shami, që thanë kjo është partia shqipëriare. Një operacion mediatik i Edi Ramës edhe Grida. Kush është kjo vajza apo është personazh që njihet, që ka ardhur shpesh në protestë, vjen merr mikrofonin. Ajo tha ne jemi shqipëriare. Pra ajo goca me Shami është shqipëriare. Ti kupton mesazhin e manipulimit mediatik që dha Rama me Grida Dumën për këtë gjë. Dhe e ftojshin këto mediat për kacë. Ai ishte kot një person kot. Po. S'ishte ditë mas si parti, mas si gjë. U shpik një parti televizive, më kupton logjikën. Kjo ishte përgjigjja ime për partitë. Domethënë, si u zhbë kjo pastaj? Vazhdon akoma kjo me këtë linjë? I kanë thënë Riurt, i kanë thënë Riurt. Ata të protestë. Po, i kanë thënë ata. Goc, mos u përdor. Edhe ka është rrequr. Nuk po e shohim më që të bëjmë të një teatr me Grida Dumën. Po jo, më kujtua kjo se kjo është shumë e rëndësishme që të them tash. Më kujtua ky momenti i Ceutës me këtë të Shqipërisë. Ne kemi shkretuar vetë vendin ton. Kur të vinë këta, nuk do kenë çfarë të prishin. Përveç se rendi dhe qetësisë. Më kuptova ku e kisha. Nuk do kenë çfarë të prishin se kemi prish ne. E vetëm që do prishin këta është qetësia. Ne kemi qetësi. Ne jemi vend i sigurt. Një vajzë shqiptare del në orën 1 të natës nga shtëpia, shkon punë orën 2 të natës, po të doj. Nuk e ngacmon njeri. Tani që vinë këta tipat, këta vinë nga fshati, në vende ku i martojnë që të vegjël. Dhe vinë nga kultura krejt tjera. Dhe ishte një sken Durrës, që më kujtua para një muaj gjys, që ishte një turist që po bërtiste. Ishte duke masturbuar një emigrant duke parë turistët në mes plazhit. Dhe filloi të bërtiste të andishte nga mbas kjo. Kjo do të Shqipëria, që ky po ndërton si ferr që ne ikim. Fëmijët e vegjël do janë rrezik Shqipëri. Po i ram të vinë. Dhe vetëm brenda një periudhe të shkurtër, Rama ka miratuar 3 marrëveshje. Masi ka bërë marrëveshjen me Indin, që u hap një ambasadë indiane në Shqipëri, një ambasadë shqiptare në Indi, e kërkuar nga një pleq, inshallah më ndihmon ndonjë komentues se si e ka emrin ai plehu, është një biznesmen shqiptar që thoshte na duhen 2 milion indian. Thoshte hapur. Dhe i kërkonte Ramës të lobonte për hapur ambasadën e Iranit, e Indis. Dhe hapi. Tani këta kanë bërë marrëveshje të shkurtra, shpejt, 3 cop, 20.000 vietnames, 30.000 vietnames, 20.000 Filipinas dhe ja 25.000 nga Indonezia me shpejtësi, tani për sezon veror. Pra, do godasin Shqipërinë me 100.000 emigrant me i dorë, që llogaritë sa e madhe është Shqipëria, sa e vogël është Shqipëria, se çfarë ndërhyrje bën një moshë e re, 100.000 veta që vinë nga komsi të ndryshme, nga Azia. Sepse këte kanë detyrë të agjendës popullimit që ka shkruajt Ricardo Hausmann, i bën leksione Pandimajkos për këtë gjë. Më kujtu kjo kur ke pyetja Ceutës se kisha harruar. Domethënë, ajo që pam në atë qytetin spanjoll, në fakt është një alarm për atë që po vjen në Shqipëri. Nuk do keni më qetësi në shtëpitë tuaja. I them çdo socialisti që do fort Ramën. Ke fëmijë? Do vinë të përdhunojnë fëmijët e tu. Do t'i ngacmojnë fëmijët e tu. Këta tipa. Dhe fëmijët do shkojnë në shkollë. Pa ata si kanë fëmijët tu me avokat. Ata i kanë çuar, i kanë sistemuar fëmijët nëpër vendet e Europës. Thjesht, ata me pensione, ata me rroga, patronazhist. Po dëgjoj për administrata. Po ju do të kujtoj që fëmijët e tyre do jenë në shkollë me këta. Ata bëjnë nga 10 kalamoj, këta bëjnë 1.